Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, ju ftoj të njihni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti ishte I kthjellët dhe me kozjatje të orëve me diell në të gjithë territorin, pothuajse gjatë gjithë ditës. Era ka fryrë lehtë me drejtim kryesor juglindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 15 deri në 33 gradë, në zonat të ulta 14 deri në 34 dhe në Bregdet 15 deri në 33 gradë Celsius. Ditën e nesër me vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga e njëjta situatë meteorologjike. Moti parashikohet I kthjellët në të gjithë territorin dhe temperatura do të pasojë në rritje në të dyja vlerat. Era do të fryjë me drejtim juglindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 16 deri në 33 gradë, në zonat të ulta 15 deri në 36 dhe në Bregdet 17 deri në 35 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.